Nga ana tjetër, situata në terren për Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të vlente shumë më tepër nga ana e imazhit një ndalim i luftës mes Rusisë dhe Ukrainës, që do të konsideroj sigurisht një fitore e madhe për administratën amerikane, që në fakt është e vërtetë që ka bërë shumë pavarësisht nga deklaratat e tjera, domethënë që quhen boshe apo jo boshe, por vërtet Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë ndikuar shumë që rrjedha e luftës të shikohet në një farë mënyrë drejt fundit. Të paktën edhe në Rusi pritet, domethënë ka pasur edhe zëra të tillë që Rusia domethënë përshpejton për të arritur qëllimet për le të themi çlirimin e Donbasit, pasi zona e Lugansku tashmë është çliruar plotësisht, domethënë siç deklaron në Kremlin, zën për plotësisht, le të themi kështu. Dhe nga ana tjetër, domethënë për sa i përket Donbasit është një territor që flitet për një territor jo shumë të madh, rreth 80 kilometra në gjatësi dhe 60 kilometra në gjerësi, sipas disa burimeve të tjera, kjo zonë është edhe akoma më e vogël, 2 fish më e vogël mund të jetë, por prap po flasim për disa dhjetra kilometra, domethënë diferenca e asaj e qëndrimit të dyja palëve. Pra, kuptohet që Shtetet e Bashkuara të Amerikës mund të ndikojnë jashtëzakonisht akoma, pavarësisht se nuk furnizojnë më nuk e ndihmojnë më Ukrainën de facto, por vetëm u shesin dhe ato le të themi furnizimit që janë të detyruar të bëjnë me paratë europianëve, nuk i sjellin në kohë sepse janë të angazhuar me krizën e Gjirit Persik, por nga ana tjetër Shtetet e Bashkuara të Amerikës mund të bëjnë akoma një ndikim të madh, mund të ushtrojnë një ndikim akoma më të madh mbi Ukrainën, duke pasur parasysh që komunikimi i gjithë ushtrisë ukrainase bëhet nëpërmjet sistemit Starlink. Një bllokim i këtij sistemi do të bënte një problem të jashtëzakonshëm dhe një komplikim të rënd për situatën në front. Interesante është, zoti Pumo, që po flisni për negociata, ndërkohë që kemi disa kohë që kemi vënë re që nuk është më në rendite dhe në retorikën e liderëve si në Ukrainë, ashtu edhe në Rusi, por edhe në Shtetet e Bashkuara, veçanërisht që prej nisjes së luftës në Iran më 28 shkurt, pra ndërkohë që para luftës flitej për negociata, kishte një lloj narrative drejt arritjes së një marrëveshje paqe. Tani kemi një lloj zbehje të vëmendjes karshi Ukrainës. A mendoni ju se jemi më larg paqes tani nga çishim përpara 28 shkurtit? Jo, unë mendoj që jemi më afër paqes se para 28 shkurtit, por fokusimi tashti është në lindjen e mesme, gjithë domethënë përqendrimi është atje, sepse situata është më, le të themi, më e rëndësishme, nuk ka jetë të parëndësishme dhe jetë të rëndësishme, por le të themi për zhvillimet e ekonomisë botërore, kriza në Iran është shumë më e ndjeshme